Kiara Tito humbi njeriun e shtrenjtë nga familja. Do më mungoj zëri yt. Moderatorja e njohur dhe shumë e dashur për publikun Kiara Tito, pak minuta më parë ka njoftuar se ka humbur njeriun e shtrenjtë nga familja e saj. Përmes një fotoje, Kiara ka zbuluar se ka humbur gjyshen e saj, Marien. Lëm të mirë nana Maria e dashur. Do më mungoj gjithmonë zëri yt dhe lutjet e tua. U prefsh në paqe, shkruan Kiara.